Të nderuar këngëtar, artist dhe drejtues të sofrës së Dukagjinit, mirë se erdhët midis nesh këtu në Londër. Sa herë që vini këtu midis nesh, ju na sillni fllatin e bjeshkut të Dukagjinit. Sofra e Dukagjinit për ne është një festë tradicionale, një mbrëmje ku takohemi dhe argëtohemi. Ju kërkoj një duartrokitje për Dukagjinin dhe linjën tonë. Për Shkodrën e bukur. Për Shqipërinë. Për Kosovën dhe për shqiptarët kudo që jetojnë. Të nderuar vëllezër dhe motra Dukagjina, të nderuar miq të folklorit, gëzuar festën e flamurit, gëzuar festën e pambarësisë. Këtë urim ora përcjellin nga Londra, sepse urimin për Krishtlindje dhe për vitin e ri do t'ua përcjellim në aktivitetet tona të ardhshme që do t'i zhvillojmë në Shkodër dhe në Firenze të Italisë. Kur hyra në sallë, e gjeta flamurin aty, duajeni dhe respektojeni. Është flamuri që bëri realitet e ëndrat tuaja. Është flamuri në cilën po rritën fëmijët tuaj. Por mos harroni asnjëherë këtë flamurin kuqezi. Ky është identiteti jonë. Ky është pasaporta jonë ndërpreza. Le të themi me shumë respekt se shumë gjatë është derdhur për atë flamur. Dikur i malli Churchilli nuk na njohin, as ne as flamurin, por pas pak vitesh ja si erdhi koha. Por ma shumë se çdo gjë, ta doni këtë flamur që kanë këto dy vajzat bukur. Kjo është krenaria jonë, kjo është sofra e Dukagjinit. Është besa, bujaria, tradita, folklori, trashëgimia e brezave tona. Një duartrokitje për sofrën e Dukagjinit dhe për identitetin tonë kombëtar. Le ta ndezim sonte flok e këngës folklorike me sharki e me qifteli, me valle dhe këngë bjeshke, këngë kreshnike, normalisht edhe këngë lirike. Do të kërcejmë dhe argëtohemi pafund sonte, sepse sofra e Dukagjinit në Londër është një festë për të gjithë. Tani do të prezantoj për ju këngëtarët që do të zbukurojnë këtë festë dhe mbrëmje folklorike. Do të nis nga ata që janë krysh për herë të parë në sofrën e Dukagjinit këtu në Londër. Unë personalisht kur mësova se do të vinte midis nesh, njëri nga zërat më brillant të këngës folklorike shqiptare, vërtet ndjeva kënaqësi. Vërtet më kishte marrë malli ta dëgjoj live bilbilin e zërit pastër, këngëtarin brillant nga Cura e Tepër, zoti Bardok Përbibaj. Çdo vit përpiqemi të sillim diçka të re. Çdo vit nga një këngëtar i ri. Si vjen midis nesh një zonjë nderuar e Dukagjinit të lashtë, në rrejnë të thedha atje nga kalaja Dalmacës në Koman, i është bashkuar sofrës e Dukagjinit një grua fisnike, një grua sukseshme, një kolege njohur për në vite, këngëtarja Bardha Ndreka. Vjen për herë të parë këtu në Londër një nga bilbilat e këngës folklorike të Dukagjinit, një instrumentist dhe këngëtar me mjaft perspektivë. Le ta presim me një duartrokitje zoti Vledar Hysenaj. Nuk ishte si të mungonte në këtë sofër festive këngëtari veteran, një nga emblemat e folklorit Dukagjinit, mësues i nderuar, këngëtar i njohur, krenaria e sofrës folklorike të Dukagjinit, zoti Ndu Shqytani. Mirë se erdhe profesor. E qeshur kur flet, e ëmbël kur këndon. Duartrokitet sa herë që vjen në Londër, çdo vit me këngë të bukura, çdo vit një mike e çmuar e sofrës së Dukagjinit, një kanarin e këngë verinore, këngëtarja Nora Andreu. Është një këngëtar që e njoh qysh në fëmijëni, një burr fisnik, një këngëtar i apasionuar ndaj folklorit dhe traditës, një shembull suksesi dhe frymëzimi, instrumentist i shkëlqyer dhe këngëtar virtuoz,
Ju lutem një dyratrokitje të fortë për zotin Ndoc Fusha. Nuk e di se si e ndërtojnë këtë libretin për çdo vit, sa jo diçka që ne në fund me marrë dyratrokitje pas prezantimit. Vjen nga Amerika për të argëtuar në koncertet e fundvitit, por kryesisht për sofrën e Dukagjinit, bilbili i folklorit e thrasin shqiptarët atje, fladi i bie shvetnika e mërturit e thret publiku këtu. Ju lutem një dyratrokitje për këngëtarin Plum Batnikaj. Të banë 4 vite së bashku, një vajzë e Dukagjinit, një shembull krenarie për familjen dhe për rinin, që e prezantojnë bashkë këtë aktivitet, një dyratrokitje për vajzën e Dukagjinit, Kleoniki Gjok Kuka. Faleminderit. Para se të fillojmë, duhet falenderoj ata që drejtojnë sofrën e Dukagjinit. Jeni me të vërtet krenari për Shkodrën, Dukagjinin, për artin, për traditën dhe folklorin. Ata janë të shmendnjohur për ju dhe nuk do t'i prezantoj me fjalë moja, por ju kërkoj një dyratrokitje për presidentin Zoti Vuksan Gjuri. Një dyratrokitje shumë fort për drejtuesin artistik Zoti Lylash Brigja, një kënaqësi e veçantë. Dhe gjithashtu për drejtuesin organizativ, djalin e suksesshëm të Dukagjinit, Zoti Marian Dërshtiqaj. Unë kam shumë falenderime për të dhënë, por së pari do të falenderoj koreografen Atitet Ekonomi me grupin e madh të vajzave. Faleminderit. Urimi dhe mirënjohja ime shkon për këta këngëtar dhe këngëtare. Kam patur kënaqësinë që të ndaj me ju çaste të bukura dhe emocionet pa harruara gjatë prezantimit të sofrës Dukagjinit ndër vite. Ju lutem një dyratrokitje për këta ambasador të kulturës të traditës tonë. Nuk do ta kursej një dyratrokitje sepse vërtet e meritonte sopranjoja e kësaj mramje Suzana Drymishi, e cila interpretoi hymnin kombëtar. Maestro Erion Rama që na shoqëron çdo vit në aktivitetet tona, dy miqtë e mi që punojnë me kamera. Falenderoj për mikpritjen organizatorin e këtij aktiviteti këtu, zotin Agron Zhauri. Por me emër të e pranon Agron. Me emër të kolegëve të mi, me emër të Vuksanit dhe të Marianit, duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë secilin nga ju. Ju jeni suporti, ju jeni mbështetja. Pa ju ne nuk kemi pse vim këtu, pa ju nuk kemi pse I bajnë këto këngë bukura. Prandaj, mirënjohje pa punë për admiruesin e sofrës së Dukagjinit. Faleminderit ju sponsor të sofrës së Dukagjinit. Ju shtof zoti pare, bereqetin dhe lezetin. Do ta prezantojmë këtë sofrë folklorike, ashtu siç është gjithmonë programi, do të vazhdojmë me pjesën folklorike dhe pastaj do të ulemi rrafshin me atë sofrën si dikur motit e tjera.